Законот за правична и соодветна застапеност кој треба да го замени балансерот се уште не е доставен до собранието, иако е усвоен на владина седница. Поранешниот член на работната група за овој закон, Мерсим Максути, во емисијата Клик Плюс изјави дека законот има поголема правна сила и поставува посилни обврски кон државата, но според него, по содржина не ја регулира етничката застапеност на ист начин како претходниот механизам. Ky ligj është më i mirë se sa balancuesi? Nasi kuptim. Po si akt juridik, po ka fuqi juridike më të lartë, është detyrim para shtetit më shumë, fuqi ka më po në aspektin e përmbajtjes vërtet sa e rregullon zgjedh është larg balancuesit. E do të jemi të vetëdijshëm për këtë, do të jemi të sinqert, ta themi para opinionit. Ai pse ishte balancuesi, ashtu ai rregullante mund të themi lirisht në të drejtë komplet çështjen e përfaqësimit. Po që se zbatoheshte pa keqpërdorime siç ka pas edhe mjaft keqpërdorime në balancuesin. Po që se të njëjtat përmbajtje balans, të njëjtën rregullim, siç e bën të balancuese, të ishte sot e inkorporuar në ligjin, që është tashmë në procedurë, atëherë do ishte zgjidhja ideale e këtij rasti. Но првиот заменик председател на владата Беким Сали вели дека правичната и соодветна застапеност ќе се почитува, бидејќи како што додада, владата е гарант за спроведувањето на законот. Гарантуес për këtë jemi ne, domethënë se ligji do të respektohet dhe përfaqësimi i drejtë të adekuat do të implementohet në sistemin administrativ të këtij shteti. Natyrisht ligji parashef formimin ose krijimin e akteve nënligjore me të cilat nëse në raste të nevojës do të mund të miratohen dhe mbas asaj të veprohet në të ardhmen. E dini se në ligj është para pa formimi një trupi koordinativ të cilin do ta udhëheq zëvendës kryeministri i parë i qeverisë dhe aty do të jenë të kyçur edhe më tepër ministra. Со законот за правична и соодветна застапеност се очекува да се уреди застапеноста на етничките заедници во администрацијата. Законот предвидува координативно тело во рамки на владата кое ќе врши контрола дали се почитува застапеноста во институциите.